Përshëndetje, Frardi nga emisioni Piranja, si jeni? Gjes, si jeni? Mirë, thot gjemërim? Po, unë njoha nga mediat për këto. Ky zotëri që na pas ka njohur nga mediat quhet Olsi Vasiu dhe është prokuror në qytetin e Vlorës, i njëjti që bëri mosfillimin e çështjes së dëmtimit të materialeve dhe dhunës së ushtruar ndaj nesh nga shtetasi Dorisen Çepaj, biznesmeni i suksesshëm vlonjat dhe miku i kryeministrit Edi Rama. Çfarë mund të më thoni? Për rastin e vendimit mos fillimit. Unë jam shprehur me vendim, ndërva. Duke që se jam shprehur me vendim, ju keni gjithë drejtën e botës që të bëni ankimim për këtë. E kemi bërë një ankimim, një ditë më vonë kam shkuar në prokurori dhe në gjykatën e Vlorës dhe nuk është. Po ankimi nëse është administruar, është në gjykatën e Vlorës. Nuk del gjë. Mirë, faleminderit, mirëpafshi. Ankim s'ka gjykundi, por do e gjejmë edhe atë. Vendimi juaj për mosfillim është i drejtë? Unë jam shprehur për atë vendim. Kështu që ja lëm gjykatës për djema edhe pastaj. Prokurori me sa duket që ka në dieni të ngatresës qëllimshme që është bërë mes prokurorisë dhe gjykatës për të zhdukur dokumentet tona. Ndaj i qet kërkon që të shprehet gjykata. Por t'ju rifreskojmë pak historinë se përse kemi ndaluar një prokuror në mes të rrugës dhe për cilin vendim mosfillimi po e pyesim, bëhet fjalë për vendimin e datës 1 gusht 2024, që lidhet me një ngjarje të muajit korrik të po të njëjtit vit, kur ne shkuam në ambientet e biznesit të zotit Dorisen Çepaj për të kërkuar një reagim nga ai lidhur me disa pretendime të fqinjës së tij. Kam përfituar tokë bujqësore me ligjin 7501 në fshatin Oshtim. Kjo firma ka filluar të hedhë dhera. Edhe unë kam shkuar e kam takuar pronarin Dorisenin, përse i ka hedhur këto dhera, jo po pa dashje, jo ashtu, jo kështu. E kam kaluar. Mbas disa kohë shikoj që ai hedh përsëri dhera. I them çfarë po bën? Kam bërë marrëveshje me një nga pjesëtarët e familjes tënde dhe do ta blej tokën. Ti mund ta blesh tokën, por kur pjesëtarët e tjerë të familjes ta ndajnë me mua një herë, se ne kemi të përbashkët. Dhe duke qenë se pjesa kufitare me Dorisenin, aty ku punoi dhe hidheshin inerte mund të qëllonte zonjës Sabie, ajo nuk dëshironte mbeturina në tokën e saj. Ndaj u drejtua policisë dhe IKMT-s. Dhe referuar dokumentit të kësaj të fundit, pam se Doriseni u kishte paraqitur inspektorëve të terrenit certifikat pronësie për tokën e 52 vjeçares. Ndaj shkuam vetë atakonin biznesmenin e famshëm për t'u sqaruar lidhur me këtë ngërç. Dua ta falenderoj edhe zotrin që ka këtë fabrikë të bukur për mikpritjen edhe për punën e jashtëzakonshme që ka bërë. Jo këtë, jo. Keni ngatruar kaset. Kjo është pritja që i bëri Doriseni kryeministrit Edi Rama. Për ne kishte rezervuar diçka tjetër, më të veçantë. Dile me rapë, zhuko pjesht. Po mirë, më një pyetje. Zhuko pjesht. Jo më le, o vlla. I kamera. Po lera ça. I ke bëri dartë. Po lera mortale, lera mos e prek. Ky episod tregon fare qartë ofendimet e Dorisenit, dhunën e ushtruar ndaj grupit të xhirimit, thyerjen e mjeteve të punës, por nuk u mjaftua. Pasi i friksuar për të gjitha çfarë kishim xhiruar, Doriseni mori kamerën dhe u largua me vrap rreth fabrikës, atje ku hoqi dhe vodhi kartën e memorjes. Veprim tipik hajduti ordiner. Në atë moment ne telefonuam policinë, e cila mbërriti në vend ngjarje dhe më pas bën deklarim në komisariat. Përpos pretendimeve verbale tona dhe zonjës Sabie, dorëzuam të gjitha pamjet filmike të xhiruara me mjete të tjera. Gjithçka në dispozicion të prokurorit Olsi Vasiu, i cili kishte në tryezë çdo provë të mundshme për të nisur hetimet. Gjë që nuk e bëri. Prokurori Vasiu nuk e mori parasysh faktin që ne u shtym dhe u goditëm nga Doriseni dhe varësit e tij. Ndaj nuk e pate arsyeshme t'i cilësonte këto veprime si goditje për shkak të detyrës. Në dosje, prokurori ka patur pamjet filmike ku shihet Doriseni që na thyen mjetet e punës, por edhe këtu nuk e pate arsyeshme ta cilësonte dëmtim i rënd prone, duke ju referuar kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë. Ku thuhet se pasojë rënd konsiderohet nëse vlera materiale e dëmit arrin 10 milion lekë të vjetra. Mirë, po kolegjet e bashkuara e përcaktojnë qartë se veç kriterit ekonomik duhet konsideruar edhe kriteri jo ekonomik i dëmit, që shpesh mund të marrë rëndësi më të madhe se sa kriteri ekonomik. Prokurori ka patur në dosje edhe këto pamje, ku shihet Doriseni që vrapon me kamerën tonë në dorë, të cilën kur e rimorëm, i mungonte karta e memorjes, të cilën a e vodhi. Por prokurori nuk e pa të arsyeshme ta cilësonte këtë veprim si vjedhje me dhunë. Mund t'ju pyes në cilin fakultet e keni bërë studimet për drejtësi? Fakultetin e drejtësisë. Po si ju kanë mësuar atje që kur gazetarët fyen, dhunohen, ju thyen mjetet e punës, ju vidhet karta, bëhet mosfillim çështë? Të lutem, unë jam shprehur për të dy. Prokurori mes rreshtash po lë të kuptohet se pas ka patur kallëzim ndaj nesh nga ana e hajdutit të materialeve. Sikur nuk e dinim. Mendon se më keni bërë nder mua që keni bërë mosfillimin se hyrat e pronë tjetër? Me gjithë respektin për punën tuaj. Unë jam shprehur me vetë mosfillimi. Të kishte kaq respekt sa po thot, nuk na hidhte në kosh kallëzimin me 3 vepra penale të dokumentuara.
por niste hetimet dhe zbulonte fajtorin. Si mendoni ju? Thyerja e kamerës, vjedhja e kartë memorjes, me dhunë, nuk përbëjnë vepër penale? Unë kam dalë me një vendin, nuk mund të shprehem dhe ju e dini shumë mirë që unë nuk mund të shprehem për punën time jashtë edhe sidomos në rrugë. Punësh kjo? Po t'ju marrun telefonin ose dikush laptopin që nuk janë 10 Të milionë lutem, gjykata le të vendosi me vendin. O zotri, mua më kanë thyer mikrofonin, kamerën, më kanë vjedhur kartën e memorjes, kanë penguar interesin publik për informim dhe ju bëni mos fillim çështje. I referojni kolegjeve të bashkuara që dëmi duhet jetë 10 milion lekë të vjetra. Nëse ju keni një makinë, do riseni ja djeg makinën juve, po nuk është 10 milion, është 5 milion. Ç'a do bëni? Ju lutem edhe një herë. O zotri, Lereni të shprehet gjykata për këtë sepse nuk ka kuptim të. Unë po të them kanë thyer mikrofonin, kamerën. Po nuk mund të shprehem mes të. Po mirë, nuk ju vjen turp që bëni këto veprime ligjore? Po pse duhet më vit turp për një gjë që jam shprehur? Po është turp, më ti marrësh gazetarit kamerën, mikrofonin t'ia thyesh, ti vjedhësh kartën. Thatë që e keni bërë shkollën të fakulteti drejtësisë. Atje nuk e keni lexuar ju që kolegjet e bashkuara, përveç dëmit 10 milion lekë të vjetra, parashikojnë që dëmi ka edhe kritere jo ekonomike, që mund të jenë më të larta O zotri, se dëmi nuk ekonomik. mund të shprehem për punën në mes të rrugës. Ndonjëherë më mirë në mes të rrugës se sa në zyrat të mbyllura të institucioneve të Vlorës, aty ku doriseni apo dorisen të tjerë mund të komandojnë. Unë jam i dëmtuari. Më marrin mikrofonin, më marrin kamerën, ma thyen. Ju kemi dërguar video dhe ju i keni parë këto. Ose nuk i keni parë. Sepse te vendimi keni shkuetur që ne shkojmë te prona dhe përleshemi me dorisenin. Pse nuk keni shkuetur që ai na merr dhe na i thyen? Ky ka qenë vendimi im. Vendimi i cili është marrë duke gënjur fillim e fund. Kjo është drejtësia e re dhe ky prokuror është një nga fytyrat e saj. Ndërkohë ne pasi mësuam se ankimi ynë nuk ishte në prokurori, aty ku ishte depozituar nga posta shqiptare, bëm një kërkesë zyrtare me shkrim drejtuar këtij institucioni, lidhur me fatin e dokumenteve tona, përsa ko sistemi i postës tregon qartë se zarfi është pranuar nga prokuroria. E ndërkohë që presim të zgjidhim gërçin e ankimit, kërkojmë të marrim vesh nga prokurori se përse i mbylli syt përballë fakteve dhe përse i zeroi kallëzimin ton me 3 vepra penale të dokumentuara. Si ti si prokuror e shikon që një zotri na merr mjetet, na i thyen, na vjedh kartën, ikën me vrap që është vjedhje me dhunë, është vepër penale dhe ju bëni mos fillim. Zotri, të lutem, unë jam shprehur me një vendim. Juve i jeni referuar kolegjeve të bashkuar që dëmi quhet i rënd kur janë 10 milion lekë të vjetra. Diqet një makinë që është 9 milion lekë. Gjykata se nuk ka kuptim. Diqet një makinë, jo më kuptim ka. Diqet një makinë që është 9 milion, jo 10 milion. Nuk është dëm i rënd? Nuk ju vjen turp o zoti Vasiu, sinqerisht jeni prokuror. Me një vendim kam shprehur arsyetimin tim. Ju shumë. Dhe ju duket i drejtë? Mua më është dukur i drejtë për të dyja palët sepse keni bërë të dyja palët kallëzim. Kështu që të lutem. Ju më keni bërë nder mua. Jo, nuk keni mbrojtur nga doriseni. Jo, unë kam vendosur atë që mendova se ishte e drejtë. Kështu që mendove. Po nuk është opinion publik drejtësia. Po nuk është opinion publik, le të janë lëmë. Me ligje me nen. Prokurori si ata besimtarët e devotshëm që thonë të kam lënë Zotin. Ndërkohë ndryshon mendje dhe heq dorë nga vendimi për të shkuar në punë, duke u kthyer pas. Kamerat tona, mikrofoni duhet ishin mbi 10 milion që të na merrit parasysh. Shumë mirë që unë nuk mund të shprehem për këtë çështje, sidomos mes të rrugës. Tani që po e shikoni ose e keni parë në media, duket i drejtë vendimi i pat pamjet, na shan nga familja, na ka thyer gjëra. Ky ka qenë qëndrimi im për momentin. Ky ishte vendimi im për momentin. Pastaj shohim e bëjmë. Kemi të bëjmë me drejtësi momentale, atë mos kemi fjalë. Qofse gjykata mendon se vendimi im s'është drejt, le të shprehet. Po ju si mendoni, është i drejtë vendimi ju? Argument për të qeshur në fakt. Sidoqoftë është i justifikuar, po qesh nga halli. Vjedhje me dhunë nuk është vepër penale? Tani po luajmë. Hyrja e mjeteve të punës. Lutem. Në fakt, në të gjitha pretendimet tona, parashtruar me detaje në episodin e kaluar, përmes ankimit që depozituam, por edhe në këtë ballafaqim me prokurorin, nuk ka lojra fjalësh, vetëm fakte. Po goditje për shkak detyrës, nuk është? Të lutem. Asnjë nga këto 3 vepra penale? Jeni mirë çma. Do shkonin punë sot? Jo, do shkoj në punë, sigurisht që do shkoj në punë, por të lutem, duhet të shkoj në punë. Suksese. Ju pas. Prokuror, është këtej puna, ande e shtëpia. Me sa duket, prokurori vendosi që atë ditë të punoj nga shtëpia. Inshallah s'po merr ndonjë vendim për momentin se keqe kemi punën.